Me pejsazhet e bukura dhe pamjet piktoreske, Berati, i njohur si qyteti i 1/1 dritarëve, është ndërruar shpejt në një nga destinacionet më të njohura në Shqipëri, fal historisë së tij të pasur me ndërtesa karakteristike osmane sipas Travel and Tour World. Në një periudhë prej 10 muajsh, qyteti i Beratit është vizituar nga 750.000 turistë ndërkombëtar dhe vendas, duke rritur ndjeshëm aktivitetin ekonomik të qytetit dhe të zonës rreth, pasi shumë biznese lokale si hotele, restorante dhe kompani turistike po përfitojnë nga fluksi i turistëve. Vizitorët tërhiqen nga historia dhe arkitektura e pasur e qytetit. Kalaja mesjetare që dominon qytetin është një pjesë e mrekullueshme historisë dhe arkitekturës. Kalaja ofron vizitorëve një pamje të mrekullueshme të arkitekturës historike, më të fundit të qytetit dhe peizazh të bukur të rajonit. Kalaja e Beratit përbëhet nga pjesë arkitekturore dytësore, të cilat përfshin një foltore dhe një xhami dhe pasqyrojnë disa nga diversitetet kulturore dhe fetare të rajonit. Vizitorët gjithashtu vlerësojnë rajonin e Mangalemit dhe Goricës me rëndësinë e tyre historike dhe rrugët e ngushta me kaldrëm. Këtu turistët mund të gjejnë monumente të bukura të arkitekturës nga epoka osmane. Trashëgimia kulturore e qytetit, muze dhe historia e tij gjithashtu tërheqin vizitorët. Muzeu etnologjik i vendosur në ish shtëpinë e guvernatorit ka një koleksion të pasur objektesh historike të portretizuara nga traditat nga Berati, ndërsa muzeu i ikonografisë strehon vepra arti bizantine dhe fetare. Ekonomia turistike në zgjerimin e Beratit po ndihmon në rritjen e diversitetit të sektorit të shërbimeve të qytetit. Vëllimi në rritje i rezervimeve ka nxitur hotele dhe akomodime të bujtinave të kenë dhe të zgjerojnë ofertat e tyre të shërbimeve. Qyteti i vjetër i Beratit ka regjistruar një fluks të larmishëm turistësh ndërkombëtar. Rritja e numrit të turistëve në qytet u vjen në ndihmë edhe dyqaneve të artizanatit, shitësve të suvenireve dhe bizneseve të vogla që shesin artizanate tradicionale. Tekstilet e endura me dorë, produktet prej bakri dhe qeramika janë shpesh blerje të kërkuara nga turistët. Gjithashtu në rritjen e numrit të vizitorëve të huaj dhe vendas në Berat, bizneset janë zgjeruar duke rritur mundësinë e punësimit dhe duke forcuar ekonominë lokale. Operatorët turistik që ofrojnë udhëtime guide dhe aktivitete kulturore janë zgjeruar gjithashtu. Vizitorët mund të zhvillojnë udhëtime të organizuara për të vlerësuar dhe kuptuar trashëgiminë kulturore të Beratit me guida vendase që tregojnë historinë e arkitekturës dhe traditave të qytetit. Fakti që Berati është një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s ka kontribuar shumë në popularitetin e tij në rritje si një destinacion turistik. Historia, arkitektura dhe kultura e qytetit janë të jashtëzakonshme dhe i kanë dhënë mundësi qytetit të bëhet një nga vendet e trashëgimisë më të mbrojtura në të gjithë globin. UNESCO jo vetëm që mbrojti qytetin dhe solli atë në skenën ndërkombëtare, por e nxiti atë të praktikonte turizmin e qëndrueshëm. Kjo i lejon qytetit të Beratit që të ruajë si monumente natyrore ashtu edhe ato kulturore. Shpallja e Beratit si trashëgimi kulturore dhe botërore ndihmon në zgjerimin e potencialit të tij në promovimin e turizmit si një nga qytetet më të vlerësuara në Shqipëri.